It's the return. She's not gone. She's back. Go. Hetuesit e kanalit Veda Alam Ribon u nisën një natë drejt një pylli që sipas banorëve të zonës ishte i banuar nga një frymë keqe. Alami dhe Surjo vendosën të regjistronin gjithçka dhe të kryenin një ritual të veçantë për ta thirrur entitetin. Ndërsa ata filluan përgatitjet, ajri u mbush me një ndjenjë të rëndë dhe errësirë të thellë, dhe dridhjet e lehta të gjetheve nën këmbët e tyre i paralizonin. Ata ndezën një zjarr të vogël dhe që nga larg një flak e veçantë u shfaq në horizont. Kur ju afruan, ajo dritë ndryshoi formë dhe para syve të tyre shfaqej një qenie e errët me fytyrë të frikshme dhe gishta të gjatë që dukej sikur përpiqeshin të arrinin deri tek ata. Ndërsa dridheshin dhe luteshin, ata përpiqeshin të komunikonin me entitetin, i cili dukej se përgjigjej me lëvizje të ngadalta dhe kërcënuese. Tinguj të pakuptueshëm, gurgullime dhe fërkime të çuditshme e mbushnin ajrin përreth. Fryma e keqe dukej se ndiqte çdo lëvizje të tyre, duke i bërë ata të ndihen të ngushtë dhe të pambrojtur. Kamera regjistronte çdo gest të çuditshëm, çdo ndryshim të dritës, çdo shfaqje të errët. Megjithse përpiqeshin të qëndronin të qetë, frika e tyre ishte e dukshme dhe çdo hap i tyre i shtonte tensionin. Shumë shikues më vonë diskutuan nëse kjo ishte prova e një entiteti të vërtet ose një skenë realizuar me mjeshtri. Çdo detaj i regjistruar duket i pashëmbullt dhe ngjall shqetësim, duke e bërë këtë incizim të jashtëzakonshëm dhe të frikshëm për të gjithë ata që e panë. Odangolodin po regjistronte një video të zakonshme për TikTok, duke ju përgjigjur komenteve rreth çmimit të shitjes së shtëpisë së tij, e cila ishte e njohur në lagje për aktivitetet e saj të vazhdueshme paranormale. Ndërsa ai shpjegonte para kameras detajet e pronës dhe përvojat e çuditshme që kishte përjetuar atje, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte pas tij, plotësisht jashtë dijenisë së tij. Kamerat kapën praninë e një figure femërore të veshur me rroba të bardha tradicionale e ulur qetësisht në një karrige në sallon, sikur të ishte një banore tjetër e shtëpisë. Shfaqja ishte aq e qartë dhe detajuar sa dukej pothuajse e prekshme, por zgjati vetëm disa sekonda përpara se të zhdukej plotësisht, duke lënë pas vete vetëm mister dhe frikë. Ky video nuk lidhet me fenomenet mbinatyrore, por kjo nuk e bën më pak shqetësues. Videoja u xhirua nga një vajzë pasi u zgjua një mëngjes dhe vuri re se dikush po e vëzhgonte me sy të ngulur përmes dritares së dhomës së saj. E trembur, ajo nxori shpejt telefonin për të regjistruar atë që po ndodhte. Pyetja që lind është: cilat ishin qëllimet e këtij burri? Si arriti të hynte? E trembur, ajo menjëherë telefonoi policinë, e cila pasi mbërriti, kontrolloi të gjithë shtëpinë, por nuk gjeti asgjë. Vajza tha se policia po kërkonte këtë burr në të gjithë qytetin, por askush nuk dinte kush ishte. Në fund, ai kurrë nuk u gjet. Vetëm ideja për qëllimet e këtij personi shkakton një ndjesi frike dhe pasigurie. Pamja e tij përmes dritares, e heshtur dhe e ngulur, mbetet e qartë në mendjen e vajzës. Çdo detaj, nga mënyra si qëndronte te mënyra si e shikonte, duket i rrezikshëm dhe i frikshëm. Videoja u shpërnda online, duke shkaktuar reagime të ndryshme, por ndjenja e pasigurisë dhe tronditjes mbeti e pranishme tek çdo shikues. Ideja që dikush mund të vëzhgojë pa u kuptuar është mjaft shqetësuese. Një burr në mesnat hyri në panik dhe frikë kur pa shfaqjen e një dore shumë të madhe dhe të mbuluar me qime të zeza që po hynte nga ventilimi mbi derën e shtëpisë së tij. Dora e madhe dhe e shkurtër dukej sikur po përpiqej të arrinte dorezën për të hapur derën. Pamja e saj e tmerrshme dhe e pazakontë shkaktoi një frikë të thellë tek burri, duke e lënë atë në panik të plotë. Ai nuk mund të besonte se po shihte një dukuri kaq të frikshme përpara syve të tij. Çdo lëvizje e dorës dhe heshtja e natës rritën tensionin dhe tmerrin e momentit.
Duke dëgjuar zëra të çuditshëm pas shtëpisë së tij, ky burr nga Tajlanda u përpoq menjëherë të kontrollonte dhe zbuloi një krijesë të zezë me formë të çuditshme midis shkurreve. Kjo figurë kishte sy që shkëlqenin dhe shkaktoi frikë dhe panik të menjëhershëm tek burri. Një grua po luante me djalin e saj ndërsa po regjistroheshin përmes kamerave. Ata dukeshin të lumtur dhe të relaksuar, duke qeshur dhe duke luajtur së bashku. Pa pritmas, një ngjarje e çuditshme ndodhi që i la të habitur plotësisht. Dyshemeja prej qeramike pas tyre u çmontua vetë, si të kishte një forcë të padukshme që e shtynte atë përpara. Të dy, të befasuar dhe të friksuar, vrapuan për ta parë më afër. Ata zbuluan një objekt të çuditshëm të mbështjellë me një copë të bardhë, i fshehur brenda qeramikës. Kjo zbulim i shtoi një ndjesi tmerri dhe kurioziteti të përzier të ata, duke u bërë gjithçka edhe më e mistershme. Pak më vonë, gjërat u përkeqësuan kur gruaja pësoi një posedim të papritur, duke ndryshuar sjelljen e saj në mënyrë të frikshme dhe të papritur. Djali i saj, i tmerruar nga ajo që po ndodhte, filloi të qante dhe të bërtiste, duke u kapur për të në një përpjekje për t'u ndjerë të sigurt. Situata u bërë kaotike dhe frikshme, duke bërë që ambienti i zakonshëm i lojës të transformohej në një skenë mbinatyrale. Objektet që dikur ishin të qeta rrotulloheshin dhe të gjithë ndjenin një energji të padukshme që dominonte hapësirën. Momenti i frikës dhe i papriturës ishte i pazakontë dhe i fuqishëm, duke lënë një përshtypje të thellë tek të gjithë ata që pan ose dëgjuan për ngjarjen, duke e shndruar një aktivitet të zakonshëm familjar në një përvojë mbreslënëse dhe të frikshme që do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Një burr që ishte gati të parkonte makinën e tij, mbeti plotësisht i habitur dhe i pushtuar një të ftohtit në trup kur vuri re një shfaqje të bardhë në ekranin e automjetit. Në fillim, mendoi se ishte një reflektim ose ndonjë gabim teknik, por figura vazhdonte të shihej qartë. Pamja dukej e paqartë, por kishte formën e një siluete njerësore që qëndronte pas makinës. Zemra i rrahu fort, ndërsa frika filloi ta pushtonte. Ai nuk guxoi të dilte nga makina dhe vetëm vështronte ekranin me ankth. Prania e asaj figure krijoi një ndjesi të rëndë frike dhe pasigurie, duke e bërë momentin jashtëzakonisht të frikshëm dhe të paharrueshëm. Ky video tmerrues vjen nga kanali Camping Horror. Atë ditë, eksploruesi u fut në pyll kur ra mbrëmja. Në fillim, gjithçka dukej normale, por kur ktheu kokën, pa qartë një figurë të zezë që e vëzhgonte nga larg. I paralizuar nga frika, filloi të recitonte lutje, ndërsa frymarrja e tij bëhej e ndërprerë dhe e shpejtë. Ai vendosi të qëndronte për të kaluar natën në pyll, por kur errësira e mbuloi, e njëjta figurë u shfaq më afër. Tingujt e pyllit u bën të çuditshëm dhe të deformuar, ndërsa përkëdheljet dhe zërat e ulët dukeshin sikur vinin nga çdo drejtim. Çdo hap i kujdesshëm i eksploruesit e bënte çdo tingull të duket i dyshimt, dhe mendja e tij përpiqej të kuptonte nëse kjo ishte diçka reale apo vetëm frikë e imagjinuar. Era që lëvizte mes degëve, hije që përhumbeshin fshehurazi dhe tinguj të papritur krijonin një atmosferë të pashëmbullt të tmerri. Ai ndjeu izolim dhe frikë të pakontrollueshme, me të gjitha shqisat e mprehta, ku çdo lëvizje e vogël mund të duket kërcënuese. Pylli duke i gjallë, por në një mënyrë të tmerrshme, duke gjeneruar një ndjenjë të pazakontë dhe të vështirë për t'u përshkruar. Kjo natë do të mbetet e ngulitur gjatë në kujtesën e tij, duke e bërë të dyshojë çdo tingull dhe çdo hije, dhe duke kthyer një shëtitje të zakonshme në një përvojë tmerruese dhe të papërsëritshme.
Në një regjistrim tjetër, gjuetari fantazmave Maman vendosi të kalonte natën pranë një liçeni të magjepsur dhe të frikshëm. Në mes të natës, ai u zgjua nga zhurmat e çuditshme jashtë tendës së tij, duke ndjerë menjëherë një ndjenjë tmerri dhe pasigurie. Ai kontrolloi kamerën e sigurisë që kishte vendosur rreth kampit dhe ajo që pa e la pa frymë. Një figurë pa kokë po ecte ngadalë përpara kampit të tij, duke krijuar një pamje të tmerrshme që dukshëm sfidonte logjikën dhe realitetin. Zëri i erës përzihej me britmat e shtypura të figurës së pa identifikuar, duke e bërë çdo tingull dhe lëvizje të duket si një kërcënim i drejt për drejt. Ajri i ftohtë i natës dhe hijet që lëviznin mes pemëve shtonin ndjesinë e pasigurisë, duke e bërë momentin akoma më të frikshëm. Pamja e figurës pa kokë, e cila lëvizte me një ritëm të ngadaltë dhe të qëllimshëm, krijonte një kontrast të tmerrshëm me heshtjen e natës. Ky incident demonstroi fuqinë e natyrës së padukshme dhe pasojat e pranisë së përjetshme të frikës. Çdo shikues mund të ndjejë tensionin dhe ankthin e momentit, si dhe izolimin e plot që përjetoi Maman, ndërsa ishte i vetëm pranë liçenit. Ky video ishte një kujtesë e fuqishme se frika mund të bëhet reale dhe se disa vende, të përshkruara nga misteri dhe legjenda, mund të shfaqin fenomene të pashpjegueshme që lënë të gjithë të tronditur dhe të hutuar. Një banor që ndodhej në një fushë me kallam sheqeri gjatë natës, u befasua nga shfaqja e një gruaje të veshur me të bardha, për të cilën dyshoi se ishte një kuntilanak. Figura dukej qartë mes shkurreve, pra një palmë kokosi, duke qëndruar plotësisht e palëvizshme. Errësira përreth dhe heshtja e natës e bënin skenën edhe më shqetësuese. Burri, i bindur se nuk kishte frikë, vendosi t'i afrojë asaj figure misterioze. Teksa ecte më pranë, ai filloi ta fyente me zë të lartë, sikur po përpiqej të provonte guximin e tij ose të largonte frikën që mund ta kishte fshehur brenda vetes. Megjithatë, sa më shumë afrohej, aq më e pazakont dukej prania e saj. Figura nuk reagoi në asnjë mënyrë, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar dhe duke lënë të hapur dyshimin se përballë tij mund të ishte diçka që nuk i përkiste botës normale. Në një depo të trupave brenda një spitali, një kamerë sigurie regjistroi një ngjarje shqetësuese. Një grua që po kryente punë pastrimi dëgjoi zhurma të çuditshme, por nuk e vuri re menjëherë se një nga kabinat ku ndodhej një trup ishte hapur vetvetiu. Kur e kuptoi, paniku e përfshiu menjëherë dhe ajo u largua duke vrapuar nga vendi, e tmerruar. Kamera kapte çdo detaj, duke treguar lëvizjen e papritur të dyerve dhe reagimin e friksuar të gruas. Ngjarje duket e pazakontë dhe shqetësuese, duke lënë shikuesit të pyesin nëse ishte një fenomen i vërtet apo ndonjë efekt i rastësishëm. Çfarë po endet mbi këtë çati gjatë natës? Kjo është pyetja që shumë shikuesi bën vetes pas një videoje të publikuar nga Scary Labs në korrik të vitit 2021. Në pamje, ekipi paranormal kap diçka tepër të çuditshme që lëviz mbi majën e një çatie në errësirë. Figura shfaqet me një ngjyrë jeshile të ndezur, pothuajse si digjitale, dhe duket sikur mban një mantel me kapuç. Fillimisht ajo kthen kokën drejt ekipit, më pas rrotullohet dhe largohet ngadalë. Në atë moment, ekipi nuk duket se e vëren pranin, megjithse ajo kapet sërish nga kamera teksa ata afrohen drejt ndërtesës. Kur ndezi një qiri, figura regjistrohet përsëri, por kësaj here vetëm si një siluet. Tani ata e shohin dhe largohen të tmerruar. Prania shihet sërish mbi çati, duke qëndruar pezull pas tyre. Ndërsa shumë komentues besojnë se bëhet fjalë për montazh të avancuar, të tjerë mendojnë se aktrimi është tepër i egzageruar. Me shumë gjas, ky rast mund të konsiderohet i rrem.
A jeni dakord që entitetet e mbështjella me qefine mortore janë forma më e frikshme e manifestimeve mbi natyrore? Një eksplorues nate përballet me një makth të gjallë, kur një figurë spektrale del nga pemët, duke lëvizur kokën në mënyrë shqetësuese, sikur taftonte të afrohej. Një kamerë si CCTV e shërbimit të pastrimit regjistron një ngjarje të pashpjegueshme. Një figurë hije vrapon drejt karrocës dhe zhduket, duke lënë pas një gjurmë të zbehtë. Një kamerë sigurie në një treg lokal plot gjallëri kapi diçka që sfidon çdo shpjegim logjik. Mes blerësve të mëngjesit, shitësve që bërtisnin ofertat e tyre dhe kaosit pipik të një dite tregtie intensive, u shfaq një figurë që nuk duhej të ishte aty. Kjo pranim mbi natyrshme, e mbështjell plotësisht me pëlhura të bardha si një mumje e lashtë, u materializua në heshtje pra një tregtari që po rregullonte mallrat e tij, krejtësisht i pavetëdijshëm për qenjen që qëndronte mbi të. Entiteti mbeti i palëvizshëm për disa sekonda, sikur të ishte pjesë e inventarit të tezgës, duke vëzhguar aktivitetet e zakonshme të tregut me një durim që nuk i përket kësaj bote. Asnjë reagim, asnjë lëvizje e dukshme, vetëm prania e ftohtë dhe e panatyrshme që dukej sikur sfidonte vetë realitetin. Melissa Smith, nënë e 2 fëmijëve, përjetoi diçka që ndryshoi përgjithmonë perspektivën e saj mbi realitetin dhe mbi natyrshmërinë, kur vendosi të rishikonte regjistrimet rutinë të kamerës në dhomën e foshnjës së saj. Shfaqja që dokumentoi sistemi i saj i sigurisë nuk ishte një manifestim sporadik apo i paqartë, por një prani e qartë dhe e përcaktuar që materializohej në mënyrë të qëndrueshme brenda krevatit të foshnjës. Entiteti merrte formën e një figure të bardhë, si e përbërnda avulli apo tymi, por që ruante një koherencë strukturore që sfidonte ligjet e njohura fizike. Një tjetër hetues nga kanali Jet Camping vendosi të kalonte natën në një ndërtesë të braktisur, një vend i njohur për historitë e errta dhe energjinë e rëndë që thuhet se e përshkon. Me qëllim dokumentimin e çdo gjëje të pazakont, ai instaloi disa kamera sigurie në korridore dhe dhoma të ndryshme përpara se të përpiqej të flinte. Vetëm disa minuta pasi gjithçka u qetësua, njëra nga dyert u pa duke u lëvizur vetë, pa asnjë shpjegim të dukshëm. Fillimisht, ai mendoi se mund të ishte era ose struktura e vjetër e ndërtesës, por ajo që ndodhi më vonë ishte shumë më shqetësuese. Gjatë orëve të para të mëngjesit, në heshtjen e plotë të ndërtesës, filluan të dëgjoheshin të qara foshnjeje, tinguj të dobët por të qartë, që dukej se vinin nga katet e sipërme. Zëri ishte aq realist sa i ngriti gjakun në vena dhe e bëri hetuesin të ndiste menjëherë dritat. Pikërisht në atë moment, në katin e dytë, u shfaq një figure errët e palëvizshme që dukej sikur mbante diçka në duar. Kamera e kapi qartë atë çast, një hije femërore me fytyrë të shtrembëruar që i shikonte nga lart në heshtje absolute. Prania e saj transmetonte një ndjenjë trishtimi dhe kërcënimi njëkohësisht, duke lënë të kuptohet se ajo ndërtesë nuk ishte as pak e braktisur. Ky incident mbetet një nga rastet më tronditëse të dokumentuara nga kanali, duke ngritur pyetje shqetësuese mbi atë që endet ende me smureve të harruara nga koha. Dy burra po udhëtonin me motor në një rrugë rurale që gjarpëronte mes plantacioneve të izoluara, kur papritur, mjeti filloi të shfaqte probleme mekanike që i detyruan të ndalonin në mes të natës.
Vëndi ishte plotësisht i shkret, vetëm fusha në të dyja anët e rrugës, pa shtëpi përreth dhe pa asnjë mjet që të kalonte për t'u ofruar ndihmë në rast rreziku. Heshtja ishte e rëndë dhe errësira dukej sikur i vëzhgonte. Teksa njëri prej tyre u përkur për të kontrolluar motorin, nga bimësia që kufizonte rrugën, doli ngadalë dhe pa zhurmë një figurë femërore me pamje spektrale, sikur t'ishte pjesë e vetë natës. Ajo u afrua rrezikshëm pranë burrit, pa u dëgjuar asnjë hap. Flokët e saj të gjatë dhe të valëzuar lëviznin në mënyrë të panatyrshme, si t'ishin të gjallë, dhe trupi i saj rrëshqiste përpara me një fluiditet që sfidonte ligjet e fizikës. Prania e saj ishte e ftohtë dhe shtypse, duke mbjellë një ndjenjë terrori të pastër. Në atë moment, burrat kuptuan se nuk ishin vetëm. Abonohu nëse nuk të trembi, dëshmo se je nga të fortët. Y se movía con una fluidez que desafiaba las leyes de la física. Quizás sea un truco, pero me quedo con la piel de gallina cada vez que paso por carreteras solitarias de noche. Kjo shfaqje e frikshme dhe e çuditshme u regjistrua nga një gjutar fantazmash nga Turqia, brenda një shtëpie bosh dhe të braktisur. Ai vendosi të eksploronte vendin dhe i kërkoi shikuesit të vëzhgonte me kujdes. Brenda një prej dhomave ndodhej një figurë e veshur me të zeza, e ulur në heshtje. Fytyra e saj ishte tmerruese dhe syt i shkëlqenin teksa nuk ja ndanin shikimin burrit. Sipas tij, kjo qenie i përkiste botës së xhindëve. Çfarë mendoni ju për këtë pamje? Një kamerë sigurie e instaluar në shtëpinë e një familjeje regjistroi diçka që asnjë manual teknologjie nuk mund ta shpjegonte gjatë orëve të mbrëmjes. Ndërsa një baba po pushonte qetësisht në balkonin e shtëpisë së tij, duke vëzhguar lëvizjen e zakonshme të lagjes, pa pritmas, ai vuri re diçka të pazakontë. Një palë këmbë njerëzore po ecte mbi trotuar me një normalitet të jashtëzakonshëm, por pjesa tjetër e trupit mungonte krejtësisht. Këto këmbë fantazm lëviznin me ritmin natyror të një personi të zakonshëm, duke ngritur pluhur në çdo hap dhe duke krijuar hijet e tyre mbi asfalt, por nga gjunjët lart nuk kishte asgjë të dukshme. Çfarë mund të jetë ky fenomen që lëviz kaq natyralisht, duke munguar pjesa më e madhe e trupit? Baba mbeti i tronditur, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po shihte. Ai u ndje i kapur mes realitetit dhe një ëndre të frikshme, duke u përpjekur të mbante qetësinë, ndërsa sytë e tij ishin të fokusuar tek figura që vazhdonte lëvizjen e saj pa pengesa. Një ndjenjë frike dhe kurioziteti e mbuloi tërësisht. Përshkrimi i këtij fenomeni duket i pamundur, por kamera nuk gënjen dhe gjithçka që shihet në metrazh duket e dokumentuar në mënyrë të qartë. Çdo hap i këmbëve duke i zakonshëm, por mungesa e pjesës së sipërme të trupit shtonte një ndjenjë thellësisht të çuditshme dhe të frikshme për vëzhguesin.